Një drek akoma që u ktheva nga puna edhe nuk kisha gatuar gjë nga dita e parë se nuk kisha kohë. Ndaj edhe çfarë do bëj? Do bëj një çik salmon edhe disa kalamare, të cilët i mora kështu të gatshëm, e thash nuk do ishin të shijshëm, por në fund dolën që ishin shumë të shijshëm. Unë i vendosa në furrë, se po t'i skuqja do merrnin, do të rriqnin shumë vaj, edhe nuk më pëlqejnë kur kanë shumë vaj, edhe thash t'i vendos në furrë mbase nuk do bëhen të shijshëm, po u bën njerëz shumë të shijshëm. I bleva në supermarket anglez edhe i gjeta rastësisht, por ja vlente. Salmonin pastaj ja e përgatita siç e përgatit gjithmonë me pak piper të zi, krip edhe limon dhe vaj ulliri, një çik fare vaj do. Nuk mi nxinte këtu furra, se pandeva se të dyja tepsit do ishin okej. Nuk i kisha provuar ndonjëherë, njëra ishte më e madhe, tjetra më vogël dhe i detyrova pastaj i vura lart e poshtë, edhe në mes të zierjes, të pjekjes domethënë, i ndorova, e vura njërin lart tjetrën poshtë. Kalamaret bënen më shpejt se sa salmoni dhe ndaj i hoqja më shpejt siç mund të shikoni. Salmonin pastaj e bëra më vonë, e hoqja pak më vonë edhe i shoqërova me pilav. Dalin fantastike.